Ka për debat të fortë ndërkombëtar pasi ka lënë të hapur mundësinë për rishqyrtim në rolit të SBA-s në NATO. Ai ka kritikuar aleatët për mungesën e mbështetjes në operacion ndaj Iranit, duke vënë në pikpyetje edhe balancën e partneritetit brenda aleancës. A është kjo një presion ndaj aleatëve apo një ndryshim realist strategjik i SBA-ve? Çfarë do të nënkuptojë një tërheqje e mundshme e SBA-s nga NATO dhe si do të ndikojë kjo në sigurinë globale dhe në Evropë? Këto çështje do të diskutojmë së bashku me mikun e emisionit ton, zotri Kreshnik Osmani, të cilin kam derën ta kem në lidhje direkte. Zotri Osmani, përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Përshëndetje, kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën. Paraprakisht folëm për blerjen e raketave të reja nga Serbia prej Kinës, dhe zotri Shala këtu në studio na tha se ekziston mundësia që të krijon kushtet për përhapjen e konfliktit edhe në këtë pjesë të Ballkanit, në qoftë se ndonjë nga vendet e Baltikut sulmohet nga Rusia dhe gjithashtu zgjerohet konflikti në lindjen e mesme. A është kjo një bashkërendim për të arritur apo për të zgjeruar frontin e luftës, të cilën shpesh herë ju e keni quajtur edhe si luftë botërore, e cila po na ndodh aktualisht? Po, pa diskutim, unë kam analizuar në netët e kaluara, në netët që kanë shkuar, e kam analizuar imtësisht këtë situatë e re të krijuar në botë, por edhe këtu në Ballkan. Qartësisht, Aleksandar Vučić, Aleksandar Vulin, Rusia dhe gjithë satelitët e Rusisë dhe të Pekinit këtu në Ballkan janë duke u përgatitur vërtetësisht për periudhën e ardhshme. Të gjithë janë duke pritur me syt nga Irani si do të shkojë lufta e Iranit. Këtë po e bën dhe Greqia, këtë po e bën Europa, këtë po e bën të gjithë lojtarët. Vazhdimi i armatimit nga Kina është përgatitje e Serbisë për atë që pritet të vijë më pas. Janë të gjithë duke u përgatitur për situatën e re, me syt nga Moska dhe me syt nga loja në Teheran. Vučići është duke bërë të njëjtën skemë dhe po e ndjek me kujdes atë. Vetëm përpara 48 orëve, Aleksandar Vučić ka bërë deklarata për shtypjen serb, por edhe për media të tjera perëndimore, ka para përgatitur situatën e konfliktit, ashtu siç e tha, siç mund ta ketë, nuk e dëgjova analizën e Drizanit, por besoj që mund ta ketë cekur këtë. Serbia tha kroatët, shqiptarët dhe kosovarët po bëhen gati të na sulmojnë. Pra nuk tha po bëjnë një aleancë, tha janë bërë gati të na sulmojnë dhe po presin momentin që t'i bie birbilit. Në momentin më të parë që Rusia do të hapë një front në drejtim të Europës, Vučići ka thënë këtu ne do të na sulmoj Kosova, Shqipëria dhe Kroacia. Këtë e ka thënë për dje. Pra ai po përgatit opinionin botëror për diçka të mundshme të rrezikshme që mund të jetë duke ardhur në Ballkan, sepse nuk është domosdoshmërisht një sulm i mundshëm nga kroatët, nga Kroacia, Kosova dhe Shqipëria, mund të provokohet sulmi si ta duash ti, dhe të themi që na sulmoj Kosova dhe të krijojmë arsyen për të hyrë në luftë. Në fakt, Vučići ka thënë se në rast se Rusia do të shkojë, do të hap luftë, do të hap fronte të tjera, edhe ne do të na sulmojnë. Pra që do të thotë edhe unë do të aktivizoj Ballkanin. Kam thënë prej kohësh, pas luftës Iranit, kemi frontin e Balltikut, frontin e Europës lindore, kemi më pas frontin e Turqisë, Pakistanit, kemi edhe frontin e përgjakshëm që do të jetë betejë e përgjakshme për polin e veriut kroat. Para ky këndvështrim, situata është në pritje të gjithë shkaje do të ndodhë në lidhjen e mesme dhe në pritje të deklaratave të presidentit Trump dhe të mënyrës si do të shkojë përplasja mes Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe NATO-s. Trump ka patur përplasje të tmerrshme dje me NATO-n, i ka sharë, i ka sulmuar, i ka ofenduar, i ka treguar që ata janë tradhtar, janë panevojshëm, Amerika është shteti më i fuqishëm i planetit, ka ushtrim më të madh në botë. Amerika nuk do t'ju harroj që na keni lënë mes të Baltës, na keni lënë mes rrugës, ne do t'ja dalim vetëm, ne do ta fitojmë betejën vetëm, s'kemi nevojë për ju, ju jeni të gjithë pjesë e barkës tjetër, nuk po na gjendeni në ditë vështira dhe ne do të marrim masa. Keir Starmerin e ka shkatruar plotësisht kryeministrin britanik, sërish e ka sulmuar personalisht.
Që do të thotë që ky është një zhvillim i madh, ndoshta edhe Washingtoni po përgatitet për një hap tjetër, ndoshta për tërheqjen nga NATO, ndoshta për ndarjen dhe çarjen përfundimtare të Aleancës Atlantikut Veriut. Unë nuk besoj. Po? Ma aq sa shoh unë që do të shkojë deri këtu. Por a ka mundësi që të shkojë? Ne jemi brenda luftës së tretë botërore, nuk po shkojmë drejt saj. Lufta e tretë botërore po ndodh. Po ndodh e fragmentarizuar në vende ndryshme dhe asgjë më nuk përjashtohet, aq më tepër që presidenti Donald Trump ndjek atë që quhet unpredictability of the American policy. Dhe kur do t'i ndjejmë e politikës amerikane. Dhe kur do t'i ndjejmë këto efekte në Kosovë, në aspektin ekonomik, ne vetëm po i ndjejmë, po nuk po flas vetëm për Kosovë, po flas edhe për Shqipërinë dhe vendin e rajonit, kur do t'i ndjejmë në aspektin e dinamikave në teren? Dinamikat në teren do t'i ndjejmë ekonomike, si që kam thënë, në qoftë se vazhdon mbyllja e ngushticës së Hormuzit, do të kemi edhe dinamika politike edhe dinamika ekonomike. Në qoftë se vijon mbyllja e ngushticës së Hormuzit, dhe amerikanët nuk do t'ja dalin, të ndalojnë Iranin që të të blokoj ngushticën e Hormuzit, nafta do të shkoj 120, 150, 200 dolar, mund të kaloj dhe 200 dolar. Tani kanë hedhë rezervat strategjike të G7-s, 400 milion fuqi naft, i kanë dhënë leje Putinit të shes naftën sepse duan të relaksojnë tregjet ndërkombëtare, dhe dje Financial Times ka njoftuar se në gjirin persik paradoksi më i madh është Irani prej fillimit luftës e deri më sot ka shitur 24 milion fuqi naft në tregjet ndërkombëtare, sigurisht për kinezët. Por Irani është i vetmi shtet sot që përshet naftë. Kjo është mund t'i duket paradoksale tjetër. Kujt? Por kjo është ajo që po ndodh, tha Financial Times dje 24 milion fuqi naftë. Kjo është ekonomikja. Të gjithë ata të cilët bëjnë humor dhe i thonë Kreshnik Osmanit ka 3 vjet që flet. Pse ti po përhap panik? Ne në fakt nuk përhapim panik, ne po u tregojmë se çfarë po vjen. Politikanëve, politologëve të cilët na dëgjojnë para se të na dëgjojë populli. Po i themi bëhuni gati për gjitha situatat. Mos rrini duke bërë humor dhe gallat nëpër Facebook. Po çfarë të bëjmë ne? Duhet marrin masa. Në qoftë se eskalon situata në lidhjen e mesme dhe vazhdon për disa ditë të tjera apo javë të tjera mbyllja e Hormuzit, çmimet e naftës në botë do të shmënden dhe ajo do të ndikojë drejt për drejti te kuleta juaj. Sot nafta nuk e di sa ka shkuar në Kosovë. Unë para pak ditësh isha në Kosovë, ishte 1,50 euro. Sot më thanë po shkon 1,70 apo 1,80 për pak ditë. Ditën e djeshme ishte 1,50. Okej, dakor. Dje më thanë në YouTube, në kanalin tim ku flas live, më thanë që po ngrihet edhe këtu. Por në gjithë botën po ngrihet. Po u rrit nafta, do rritet edhe çmimi i zinxhirit transportit. Do rriten ushqimet. Do rriten të gjitha. Urojmë, shpresojmë që të mos shkojmë. Ky është skenari ekonomik. Sa i përket ndikimit të skenarit të ushtarak apo luftarak, kjo do të varet si do të shkojë fronti i Iranit dhe si do të shkojë linja e mesme në tërësi dhe si do të shkojë marrëdhënia e Trumpit me NATO-n. Në qoftë se ka marrëveshje mes amerikanëve dhe rusëve për të hakmarrë ndaj Europës dhe Rusia nis marshimin drejt Europës, Ballkani do të hyjë në turbulenca të rrezikshme. Dhe shqiptarët do të jenë në pozicion jo shumë komod. Nga ana tjetër Edi Rama këtu për të fituar kohë dhe për të fituar pushtet ka dalë dje dhe ka synuar që të bëjë heroin kundrejt jashtë linjës politikës së Bashkimit Evropian, ka miratuar rezolut që Irani është terrorist. Në fakt Edi Rama nuk është armik i Iranit, këtë e dinë edhe amerikanët, e dinë gjithë, por është duke tentuar që të shpëtojë veten e tij, po përpiqet që të ngacmojë Iranin, mundësisht Irani të sjellë një raketë balistike në Shqipëri, që ky të bëhet hero tek Donald Trumpi dhe tek Marco Rubio. Në Amerikë kjo është skema pra. Rama po synon që inshallah po vjen Irani po na hedh ca raketa balistike që ky të shpëtohet, shkoj ti thot my friend. Këto deklarata në këtë moment ku Shqipëria mund të bëhet thjeshtësisht
target i Iranit duke e konsideru Shqipërinë bazë të interesave amerikane, nuk janë përshtatshme në këtë moment, sepse Europa nuk janë budallëj që nuk po futen në zjarr. Ta në trojet shqiptare nuk kanë hallin e Shqipërisë, këta kanë hallin e pushtetit vetë. Inshallah u djegë Shqipëria me gjithë Kosovë, thonë këta. Rëndësi ka të vazhdoj pushteti i këtyre. Dhe po luajnë lojë të rrezikshme. Kosova nuk e di çfarë do luaj, Kosova deri tani po luan e kujdesshme, më vjen mirë që po luan me kujdes, dhe të gjithë duhet luajnë me shumë kujdes, sepse do të ketë pasoja ekonomike, por edhe luftarake. Po çështja, leti studiojmë pak këto raketat që ka marrë Serbia. Janë të rrezikshme këtu, ka ndonjë sistem interceptimit të vendosur në Ballkan, diku në rajon i cili do të mund t'i ndalte? Pra, mund t'a godasin lehtësisht Prishtinën apo Tiranën, apo në një moment kritik themi, po? I nderuar Kron, unë nuk marr përsipër të flas diçka që nuk është fusha ime, unë nuk jam ushtarak. Unë flas që raketat Serbia nuk i ka marrë për të kërcyer balet, as për të kërcyer këngët e Lepa Brenës, as të Dragana Mirković. I kanë marrë, raketat nuk janë për balet, as janë për të bërë aheng në darkë me Lepa Brenën apo me Mirković. Raketat janë për të goditur shtetet. Ekspertët ushtarak, si zoti Drizan Shala apo dikush tjetër, mund t'ju flasin për kokat, për mbushjet, për sistemet, sa kilometra gjuajnë, sa rreze kapin, etj. Ditë ju them që raketat e Serbisë sot, teknologjia kineze dhe ruse, por edhe armatimet që ka marrë nga Izraeli, mund të godasin Shqipërinë dhe shqiptarët. Por tani Serbia nuk guxon ta bëjë këtë. Tani nuk guxon. Deri tani nuk guxon ta bëjë. Në qoftë se shkepet bota, Serbia do të luajë çfarë do t'i thotë Putini Aleksandr Vulinit. Ju e dini që Putini ka Aleksandr Vulinin garancinë e Moskës tek qeveria e Vučićit, apo nuk e din? Po, çfarë do t'i thotë Vulini dhe Moska, atëherë ai do të aktivizojë. Po presin si do shkojë loja në Iran. Po pse nuk e bën? Në këtë moment, nëse loja fiton SBA-ja në Iran, nuk guxon Serbia me bërë hapa. Në qoftë se Amerika do të ndryshojë kurs me NATO, do të përplaset me BE-n, me Anglinë, me Gjermaninë, me Francën, zbriti dhe Giorgia Meloni zbriti nga barka amerikane, për dje. Po. Pra të gjithë po luajnë për vetë në vetë tani. Ballkani është komplet zbuluar. Serbia ka aleat, amerikanët nena kanë në patronazhim. Unë besoj që në luftën e tretë botërore, bazuar në strategjinë e sigurisë kombëtare të Amerikës, shpallur në 5 dhjetor të 2025-s, Ballkani dhe shqiptarët janë linjë amerikane e gjeopolitikës ballkanike. A do të qëndrojë kjo? Nëse kjo qëndron, Serbia nuk guxon të sulmojë. Në qoftë se kjo ndryshon rrugës, sepse Trump është i paparashikueshëm, pa diskutim që Aleksandr Vučić do të pres direktivat nga Moska dhe do të çojë përpara planin që ka Vladimir Putini për Ballkanin. Putini sigurisht do të tentojë her pas here që t'i testoj kufit e NATO-s, të testoj nervat e NATO-s, por të testoj edhe gatishmërinë e NATO-s, sa është e gatshme NATO të lëshojë pe në Ballkan, sa janë të gatshëm amerikanët të lëshojnë pe në Ballkan. Amerikanët kanë hedhur edhe idenë që të tërheqin trupat nga Ballkani. Edhe kjo ka qenë prezente këtu. Ndaj shqiptarët duhet të tregohen jashtëzakonisht kujdesshëm, të heqin dorë nga aventurat e Edi Ramës këtu në Tiranë dhe të çdo lloj psikopati tjetër atje në Prishtinë, të cilët mund të synojnë ta vendosin Shqipërinë në pozicion sandwich. Ne nuk jemi në pozicion për të hyrë sandwich. Jemi aleat të Amerikës, pas një diskutim do t'jemi aleat të saj deri në fund, aventurat nuk lejohen sepse do të paguajnë shqiptarët. Dhe këtë aleancë sa dëmton fakti që gjendemi në pozicion të tillë politik në Kosovë, ne e pam nëse flasim për politikën, simbolikat kanë një rëndësi të madhe në politikë,
E pam pjesëmarrjen e zonjës Osmani në bordën e Paqës edhe gjithashtu afrimitetin që tregoi Donald Trump ndaj saj, madje duke ju treguar se më telefononi nëse keni probleme me Serbinë, por e njëjta do të shkojmë drejt zgjedhjeve, do të kemi së shpejti një president të ri dhe e kishim një komoditet të tillë ta bënim në këtë moment ne si Kosovë është fjala. Atëherë do të më fusësh në lojën e Kosovës ti mua tani. Po sepse unë jetoj në Kosovë, zotri Osmani, dhe normalisht tekst të veçantë i kushtoj vendit ku jetoj. Jo, nuk e kam problem fare. Unë e dua Prishtinën, e dua Kosovën, si që jeton ti Kosovën e jetoj dhe unë distancë. Jam shumë i lumtur kur vi atje. Po, si që jemi të gjithë ne kur vim në Tiranë, pa tjetër. Pa diskutim. Ta thash në idenë që po dojet flasin për këtë çështje, hajde të flasin. Vjosa Osmani, unë e kam përkrahur dhe e kam përshëndet momentin që shkoj tek bordi i paqes dhe e përshëndeta në momentin që ajo ja doli të artikuloj mirë këtë situatë dhe pozicionin e Shqipërisë. Tashmë të dhënat po na vinë që Vjosa kishte pas një plan tjetër. Unë nuk e di sepse unë nuk e kam taku zonjën Osmani, do ta pyesja atë personalisht po ta takoja. Në distancë unë kam parë që zonja Osmani kishte plane të tjera. Afrimiteti i saj me Ramën, me Ali Ahmetin, me që doje t'i hapësh letrat, po t'i hap letrat. Afrimiteti i saj me Ramën, me Ali Ahmetin dhe tentativa për të ngjitur tek barka e Hashim Thachit, e protesta për UÇK-n, ishte plani i saj për të fituar presidencën, se Vjosa nuk do që të vi Thaçi sigurisht në Kosovë. Mirë, atë çështje nuk e dim, nuk e ka deklaruar personalisht. Okej, ky është leximi im. Okej, patjetër. Ky është leximi im. Vjosa kishte plane të tjera. Me që zonja Osmani kishte plane të tjera, shkuam në krizë, unë i këshillova në distancë, aq sa kam mundësi të bëj, ose çoni Kosovën në zgjedhjet parakohshme. Historitë kishin qenë të tjera, Vjosa ka hipur në një tjetër bark. Unë besoj që do dalë një president tjetër i cili do ketë miratimin e Amerikës apo mbështetjen e Amerikës. Urojmë që të ndodhë. Problemi i shqiptarëve kush është? I leadershipit edhe këtu tek ne edhe atje tek ju. Ne jemi shqiptarë dhe kemi të njëjta probleme të gjithë njësoj, mendoj një lloj. Lojën e madhe ndërkombëtare ne e përdorim për kapital politik personal. Në fakt kjo nuk duhet të ndodhë. Kapital dhe nuk është Trumpi me Vjosën sepse kishte qef kaçurrelat e Vjosës. Am kupton? Trumpi i tha Vjosës give me a call, nëse s'merrni vesh me Serbinë. I tha Kosovës, nuk i tha Vjosës. E qartë. Politikanët janë... Linja ishte Vjosa, sidomos në këtë moment. Kanali i komunikimit ishte Vjosa. Kjo ishte ideja. Vjosa ishte duke u artikuluar mirë, po bënte performancë të shkëlqyer, po bënte dhe e mori gjithë mbështetjen tonë, të gjithë suportin tonë. Ajo është një anglisht folse brillante, ajo artikulohet mirë, ka një pamje të mirë, ka një artikulim të mirë, të nderon kur del. Por mua nuk më pëlqeu që Vjosa hypi në varkën e Edi Ramës. Sepse nga Edi Rama nuk i ka ardhur asgjë mirë Kosovës. Mirë, këtë çështje do ta kemi mundësinë ta diskutojmë në një moment tjetër, zotri Osmani. Faleminderit shumë për këndvështrimin tuaj mbi gjeopolitikën, por edhe politikën rajonale, sepse aty përfshijmë këto dy shtetet. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen sot. Për shkak të kohës televizive dhe një interviste që e kemi pas kësaj, më do ta kryjmë këtu transmetimin e kësaj pjese. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe ju uroj një javë të mbarë. Faleminderit ju, Kron, mbarësi. Faleminderit shumë. Mirë, atëherë miq, kishim edhe botën përmes vizionit të zotri Krishnek Osmanit. Është momenti të shkëputemi me publicitet dhe rikthehemi, do të diskutojmë një temë pak a shumë të ngjashme, por kësaj herë në lidhje direkte do ta kemi zotri Emanuel Bajra. Shihemi pas pak.